Spektakli i kaluar i Big Brother VIP solli përballje shumë të ashpra mes banorëve, ku debati me ofendime të rënda mes Juelës, Gretës dhe Selinës mbajti peshën kryesore. Ndonse Greta u përjashtua për fjalorin e rënd, situata ka shkaktuar reagime të forta edhe jashtë shtëpisë, duke përfshirë gazetaren Aulona Musta në një përplasje të drejtë për drejtë me familjarët e Juelës. Familjarët e Juelës, të cilët menaxhojnë llogarinë e saj në Instagram, kanë akuzuar Aulonën duke theksuar se ajo është mbështetëse e Selinës dhe Gretës që nga fillimi dhe nuk ka reaguar për fjalët ofenduese më parë, ndaj nuk ka të drejtë të reagojë tani. Aulona Musta nuk ka qëndruar në heshtje dhe u është përgjigjur me një status të gjatë dhe të ashpër në Instastory, ndonse ajo dënoi ashpër gjuhën e përdorur nga vajzat ndaj Juelës, duke i quajtur të shëmtuar dhe banale sa më s'ka. Aulona theksoi se vetë Juela ka humbur të drejtën për t'u ankuar për shkak të aleancës së saj me Rogertin. Po ti je ortake e Rogertit, o Juela, ti shikon si idhullin tënd Rogertin, ke zgjedhur partner në lojë Rogertin që ka thënë gjëra nga më të ndyrat për vajzat dhe djemt aty. Ti s'ke të drejtë i kërkosh llogari askujt për sa kohë për krah, mbështet dhe duar troket gjuhën dhe lojën e Rogertit, ka shkruar Aulona Musta e revoltuar. Për ta bërë statusin edhe më ironik, Aulona ka postuar një tjetër Instastory gjatë Prime-it, ku ka fotografuar ekranin ndërkohë që flitej për afrimitetin e madh mes Juelës dhe Rogertit. Pasi Miri u pyet në spektakël nëse kjo dyshe po përpiqet të kopjojë dhe të zërë vendin e tij dhe të Selinës në shtëpi, Aulona e ka mbështetur këtë ide me një përshkrim epik: Selin dhe Miri from Temu, duke i cilësuar ata si një jo origjinal të dyshes tjetër. Kjo përplasje tregon se debati mes kampeve në shtëpi është zhvendosur fuqishëm edhe jashtë, duke prekur fansat dhe personazhet publik. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.